Emisioni investigativ Plug në Syri Televizion publikoi të dhëna që ngrin dyshime të forta për një tjetër aferë korruptive, ku janë të përfshirë kryeministri Edi Rama, ish zëvendës kryeministra Belinda Balluku, pasuesi i saj në Ministrinë e Infrastrukturës Enea Karakaçi dhe një seri zyrtarësh të tjerë. Bëhet fjalë për koncesionin e parkut fotovoltaik të Karavastas, i cili është dhënë kompanisë franceze Voltalia. Të dhënat e publikuara nga Plug tregojnë se shteti shqiptar do t'i paguajë më shumë se 110 milion euro kompanisë Voltalia për blerjen e energjisë elektrike për një periudhë prej 17 vitesh. Të dhënat e siguruara nga Plug tregojnë se kontrata koncesionare është klienteliste. Sipas marrëveshjes, kapaciteti instaluar i prodhimit të energjisë nga panelet fotovoltaike do të jetë 140 MWh. Kompania franceze Voltalia, që ka fituar koncesionin, ka detyrim, sipas kontratës koncesionare, që gjysmën e sasisë së energjisë së prodhuar, pra 140 MWh, t'ia shiste shtetit shqiptar me një çmim prej rreth 25 euro. Ky çmim, në kohën e shpalljes së kompanisë fituese, është cilësuar si rekord nga Belinda Balluku, pasi ishte sa gjysma e çmimit mesatar të shitjes së energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare, që në atë kohë përllogaritej me 55 euro megavati. Por pas shpalljes së fituesit dhe përmbylljes së procedurave ligjore për nisjen e ndërtimit të parkut fotovoltaik të Karavastas, kryeministri Edi Rama zhvillon 2 takime me presidentin e Francës, Emmanuel Macron. Gjatë këtyre takimeve, Rama deklaron publikisht se ka biseduar me Macron për parkun e Karavastas dhe në vijim, pas takimeve me Macron, ndodhin disa ndryshime në kontratë. Ndryshe nga kompanitë e tjera prodhuese të energjisë nëpërmjet parqeve fotovoltaike, Voltalia lidh një marrëveshje direkte me Kesh, ku përcakton se të gjithë energjinë e prodhuar do ta blejë Kesh për nevojat e balancimit. Marrëveshja për shitjen e energjisë me Kesh ndryshon disa herë, ku parashikohej se Voltalia jo vetëm që do ta shiste të gjithë energjinë tek Kesh, por kjo shitje do të bëhej me çmim fiks më të lartë se 55 euro. Të dhënat e siguruara nga Plug, referuar raporteve zyrtare të entit regulator të energjisë, rezulton se gjatë vitit 2024 dhe 2025, Voltalia i ka shitur energji Kesh. Për vitin 2024, parku fotovoltaik i Karavastas ka prodhuar 258.383 MWh. Gjysma, 129.191.5, është blerë me çmimin 24.89 euro në vlerën 3.215.576 euro. Gjysma tjetër, për te fakti që as nuk duhet të blejë nga Kesh, sipas Ballukut, nuk duhet të kalonte çmimin 55 euro, por ne sot për referencë do marrim pikërisht këtë çmim në përllogaritje. Vlera del 7.105.533 euro. Nëse mbledhim dy vlera, rezulton se për vitin 2024, vlera totale pa TVSH që Kesh do duhet i paguante Voltalis është 10.321.109 euro. Por faktikisht, sipas raportit të ERE, vlera pa TVSH e paguar për vitin 2024 është 16.880.578 euro. Pra vetëm në një vit, vjedhja e shqiptarëve është 6.559.469 euro. E njëjta situatë është edhe për vitin 2025 dhe 2026. Kjo kontratë do të zbatohet jo pak, por për 17 vite, dhe nëse do të përllogarisim në vlerën totale, ajo shkon në 111.510.973 euro, më shumë se sa realisht vlen ajo energji, sipas çmimit të paraqitur si rekord nga Belinda Balluku, por edhe krahasuar me çmimin që kjo energji mund të blihet në bursë. 111 milion euro është vlera e investimit të kësaj kompanie në atë impjant që me sa duket po ja bëjnë dhuratë shqiptarëve për 30 vite. A është blerë influencë ndërkombëtare dhe mbështetja e Edi Ramës nga Emmanuel Macron me një faturë që përllogaritet në 111 milion euro në kurrizë të shqiptarëve? Këtë nuk mund ta themi ne, por SPAK dhe institucionet të drejtësisë ta hetojnë e gjykojnë.